Qyteti i Korçës njihet për traditën dhe kulturën e veçantë që ka, po ashtu edhe për qindra personazhe të njohur në çdo fushë të jetës. Personazhi i radhës për shikuesit e CNA TV është një prej kuzhinierëve më të famshëm të qytetit, Gjergji Milo. Ai na ka pritur në lokalin e tij në Korçë dhe me shumë kënaqësi na ka treguar për zanatin e kuzhinierit, një profesion i trashëguar nga familja e tij, e që për fat të mirë po e lë edhe tek djali i tij. Gjergji Milo ka që prej vitit 1980 që punon dhe nuk ka hequr dorë kurrë nga zanati i tij. Sot ai është 67 vjeç, pensionist, por vijon të punojë në një ambient të marrë me qira, e si duket është një nga më të preferuarit e korçarëve. Milo na tregon fillesat e zanatit të tij, duke theksuar se e pëlqen shumë këtë punë që ka zgjedhur ta bëj. Po unë kam kursin e kam bërë në vitet 79-80, që nga 80 e këtej s'kam rreshtur, domethënë gjatë gjithë kohës kam qenë kuzhinier. Kam punuar sefte në FP Drenove, pastaj kam vajtur në turizmi, si shef kuzhine, kam qenë atje, deri sa filloi demokracia në turizm kam qenë, me në ndërprerje të vogël. Pastaj filloi demokracia, e morën turizmin ata, edhe u detyrova dola si privat. Po unë njëre kam nga mamaja. Mamaja ime ka qenë kuzhiniere, kështu që dhe unë pas asaj shkova, e pëlqej, si zanat është i mirë, më pëlqen shumë. Vështirësitë e profesionit të kuzhinierit nuk janë të pakta, por ai thot se bën art dhe kënaq klientët. Bolli vështirë është, po të kesh qik kur ajo guxim, ja del me këtë profesionin tonë, është shumë i bukur, është artë me të gjitha. E po këtë bësh me klientët njerë që duhet i kënaqesh. Këtë bësh me vështirësitë e punës që jo zjarri, jo uji, jo gazi, që duhet të kesh shumë kujdes, këto të gjitha janë vështirësi. Pa tjetër do kesh, po që më shumë janë pozitive sa negativet. Gatimet tradicionale janë fokusi i Milos, i cili shpjegon arsyen sepse ka zgjedhur pikërisht këto gatime dhe se sa ato pëlqehen nga klientët. Jam mbështetur më shumë në tradicionalet, nuk u para përdori, pëlqej ata të rinj që bëjnë ato pjatat e bukura ato. Po që unë më shumë në ajo kam mbetur në tradicionalja. Bëjmë mëngjezin me nëjë pache, nëjë sup, nëjë pilaf, tranin që janë këto, petuat e fshira këto. Pasaj idhet në kuzhinët, jo nëjë tavë me mish, nëjë tasje babra, sup me barishte, me qofte me të ndryshme. Këtu që më pëlqejnë në lokal, është kjo shpritje mbushur, në një tavë bosan, ose tavë me kormin, ose me kokë. Janë që i pëlqejnë klientët. Po më shumë me porosi. Punoj, çfarë kërkon klienti, ja plotësoj dëshirën. Prej 2 vitesh ka marrë me qira një ambient në qytetin e Korçës në lagjen numër 4 të tij dhe i është përkushtuar totalisht gatimit së bashku me bashkëshorten dhe djalin e tyre. Këtu kam një 2 vit që kam marrë këtë lokal. Fillimisht ishte si shumë i shkretë, po me kalimin e kohës e shtuar puna, plus edhe bëje në një ditëlindje, pagëzim, në një të ndarë, do të thënë bëj, tasë mund të bëhet me, jo, e madhe, po deri në 70-80 veta. Klientët kanë ngelur të kënaqur, po thuaj se të gjithë. Në një vërejtje e vogël edhe mund të ketë patur të këtu kënaj, se
kuzhinë është, edhe në shtëpi të jesh, domethënë s'kënaqen që kur janë 4 veta persona dhe prap njeri do thotë jo s'më pëlqeu kish krip, jo njeri thotë salsë shumë. Edhe pse 67 vjeç, Gjergji Milo nuk ka ndërmend të heqë dorë nga zanati dhe thotë se do të vijojë derisa të ketë mundësi. Fatmirësisht zanatin po e merr edhe djali i tij dhe kjo e gëzon më së shumti shefin e kuzhinës. Sot jam 67 vjet. Sa të më punojnë duart dhe këmbët, nuk të riqem nga profesioni im, po ja lë djalit profesionin, djali e kam me qef, edhe vije ndihmoj se jam pensionist për momentin, edhe ndihmoj djalin më shumë. Po, avash po e merr. Kjo rinje sot me kanë qik vështirësi, se punojnë jo me internetra, me këshu i shikojnë gjërat e bukra, ne jemi mësuar me jo ato, edhe kështu që po që ecën mirë, po ecën. Edhe djali shumë i kënaqur. Të shumt janë edhe klientët që vinë nga jashtë Korçës për të konsumuar mëngjesin në lokalin e Gjergji Milos. Parkojnë ato makinat edhe kthehen këtu shumë turist gjatë periudhës së bearit gjithmonë. Më tepër mëngjesi është që frekuentohet më shumë se vinë jo për pache, për këto gjerat e mëngjesit, pastaj dreka kthehet me meny, restoranti, darkë kthehet me si tip taverne, me zera, me këto gjerat e çastit. Gjergji Milo është shembulli një njeriu punëtor që ndjek traditën korçare në gatimet që ofron në lokalin e tij. Për të gjithë të interesuarit, adresa e lokalit është në lagjen numër 4 të qytetit të Korçës, në zonën e quajtur Rruga e Shetros.